Greqia është hedhur në sulm ndaj Shqipërisë, po ndaj Shqipërisë sigurisht. Deti shqiptar në rrezik. Spaku bastis shtëpinë e Belinda Ballukut, zhvillime të mëdha në Tiranë, zhvillime të mëdha në Ballkan. Greqia godet befasisht Shqipërinë dhe të gjitha mediat e Tiranës janë hedhur në sulm kundër Greqisë për të nxjerrë patriotin e ri, patriotin e madh, Ismail Qemalin e dytë të Shqipërisë, Edi Ramën. Çfarë po luhet? A është një realitet kjo përplasje e re mes Shqipërisë dhe Greqisë? Apo është një skenar i mirë menduar? Çfarë po ndodh në kulisa? Përse grekët u hodhën tani në sulm? Çfarë po ndodh në Athinë? Çfarë po ndodh në Tiranë? Përse grekët zgjodhen pikërisht këtë moment? Para vizitës së 16 dhjetorit, ku Elisa Spiropali, ministra e jashtme e Shqipërisë, do të shkojë të takohet me ministrin e jashtëm grek, Gera Petritis. Përse vjen ky sulm ndaj Shqipërisë në këtë moment? Sulm i cili lidhet me negociatat për detin e jugut të Shqipërisë, që e do Greqia, shelfi kontinental, i cili ishte lënë rrugëve deri tani, herë mbulohet, herë hapet dosja. Nga ana tjetër, Greqia ka shpallur në kakavi. Gazetarin shqiptar Artan Hoxha e ka shpallur në ngrava, duke treguar se sulmi është nga të gjitha anët dhe është i mirë koordinuar. Kujt i duhet ky sulm dhe pse pikërisht vjen në këtë moment? Rama po goditet nga SPAK. Altin Dumani është në Bruksel dhe po flet hapur, se ai është kërcënuar dhe ka marrë kërcënime nga politika shqiptare. E megjithatë, edhe pse ai është në fund të mandatit, i ka thënë zyrtarëve të Brukselit se ai dhe prokurorët e SPAK-ut nuk do të bien viktima të sulmit të politikës ndaj ata do të vazhdojnë. Shërbimet sekrete amerikane kanë nisur stërvitjen e bodyguardëve të SPAK-ut. Një njoftim i shpejt, i befasishëm dhe i rrëfeshëm i ambasadës amerikane në Tiranë, i cili njofton se shërbimet sekrete amerikane kanë marrë bodyguardët e SPAK-ut dhe të spakistëve dhe i kanë çuar tek qendra e sigurisë dhe trajnimit amerikan tek bazat amerikane të shërbimeve sekrete në Budapest, për t'i dhënë atyre instruksione. Përse po ndodh kjo? Përse tani? Përse duhet të stërviten bodyguardët e SPAK-ut? Do të vinë në një goditje e madhe, do të ketë arrestime të mëdha dhe duhet mbrojtur kokat e SPAK-ut apo çfarë po ndodh? Të gjitha këto detaje do t'i zhbirilojmë sonte bashkarisht. Tunxha tjeta, uroj të jeni mirë. Bashk do t'i zhbirilojmë hap pas hapi, me qetësi, me kujdes, çfarë po luhet. Shqipëria dhe bota është në moment kritik. Ju a kam thënë, Ukraina po zihen, amerikanët dhe gjithë bota janë përqendruar në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. SPAK-u po rrëzon Edi Ramën dal nga dal. Ka çuar, ka nisur bastizjen tek shtëpia e Belinda Ballukut. Sigurisht është mesazh për Belinda Ballukun dhe për krerët më të mëdhenj të korrupsionit në Shqipëri, me të cilët është rrethuar Edi Rama. Çfarë po ndodh? Do t'ju shpjegoj të gjitha, vetëm duroni pak. Në momentin kur Edi Rama është në pikën e tij të hallit, në pikën e tij më të madhe të hallit, kur ati po i rrëzohen të gjitha tullat një nga një, Greqia me dinakri të papar nis sulmin e saj ndaj Shqipërisë dhe hap dosjen, sirtarin vetëm më pak se një muaj nga vizita e Elisa Spiropalit tek Gera Petritis, ministri i jashtëm grek, në Athinë. Greqia dhe Athina, e cila mban ende një ligj lufte me Shqipërinë. Vendi aleati fqinji, aleati strategjik i Shqipërisë bashkë me Amerikën, Italinë, Turqinë. Nxjerr nga sirtari ligjin, atë marrëveshjen për detin, shelfi kontinental. Ka njerëz që nuk e din. Nuk është ky emisioni jon ta shpjegojmë se çfarë po ndodh, por me dy fjalë që të jeni të qartë. Çfarë shelfi kontinental? Greqia do shkurt Shqip, qartë. Greqia do territoret e ujit shqiptar, 16 milje, ka vendos atje që t'ja marrë Shqipërisë.
është miratu në 2009 nga qeveria shqiptare aso kohë, e Berishës, u bërë marrëveshja për detin 2009, e rrëzoi gjykata kushtetuese, erdhi më pas Edi Rama, tha do t'ja marrin Greqisë, u morë vesh me Greqisë dhe bëri bisedime herë sekrete, herë pak më të hapura. Dhe u vendos për t'ja lënë topin kujt, për t'ja lënë topin Hagës. Pra le të vendos Haga për një diçka që është shumë e qartë, që nuk i takon Greqisë. Pse u qua në Hagë? U qua në Hagë, sepse Greqia ka më shumë peshë, ka më shumë kontrol dhe ka shumë prej gjyqtarëve të Hagës dhe të gjykatave europiane janë prej njerëzve të saj. Ndaj, dërgimi i çështjes së detit të pasurive të Shqipërisë në Hagë ishte në mënyrë indirekte, një dorëzim i interesave kombëtare të Shqipërisë ndaj Athinës. Po përse tani Athina e bën këtë? Dhe si janë mobilizuar të gjitha mediat e Edi Ramës, të cilat po ndërtojnë tashmë heroin e madh dhe patriotin e madh Edi Rama, i cili është vënë në sulmin e Greqisë. I madhi i Surelit, i Ismail Qemali Isa Boletini i rilindjes, tashmë që po i shkërmoqet piramida e korrupsionit, e krimit dhe hajdutërisë ndaj këtij populli, tashmë që po i fundoset njeriu besnik dhe kutia e zezë e krimit dhe korrupsionit rilindjes Belinda Balluku, ish pastruesja e vilave në Greqi, e cila erdhi më pas, askush nuk e di se si, me arsim të dyshimt, mbriti në majat e piramidës së shtetit shqiptar dhe ju varën në qafë të gjitha pasuritë strategjike të shqiptarëve dhe qindra miliardat e taksave të shqiptarëve, me Ministrinë e Energjetikës, me Ministrinë e Infrastrukturës, me 30 milion dollar dhe euro 1 kilometër rrugë e pa dëgjuar më parë. Porte, aeroporte, pika kyçe, strategjike, Sazani, porti i Durrësit, aeroporti i Vlorës, tuneli i Llogaras, Unaza e Madhe, Unaza e Vogël, Gjerdani i Arit, Gjerdani i Hekurit, Gjerdani i Florierit. Të gjitha pasuritë strategjike dhe pikat strategjike të Shqipërisë në duart e zonjës së mistershme që kishte ardhur nga Greqia dhe që mbriti më pas majat e pushtetit në Shqipëri. Sot, ajo bastiset shtëpia e saj nga Spaku dhe është në akuzë penale dhe rrezikon të shkojnë në burg, që do të thotë se është Rama ai që po kërcënohet hapur. Rama e ka marrë mesazhin dhe si një kodosh i vjetër politik që është, po përgatit skemën e viktimizimit dhe Ismail Qemalin kombëtar, pasi i ka urdhëruar të gjitha mediat e oligarkëve të tij të provokojnë tituj lajmesh sensitive, duke e paraqitur atë si heroin e madh të cilin po e godet Spaku dhe po ja godet Belinda Ballukun, e cila i ka thënë nëse largohem do të marr me vetë. Edi Rama në këtë moment ka nevojë për një gomardare. Dhe ku ka gomardare më të madhe se nacionalizmi? Nacionalizmi është streha e fundit e maskareve, kanë thënë politologët. Por jo nacionalizmi atyre që nuk kanë prekur taksat e shqiptarëve kur. Jo nacionalizmi atyre që kanë dhënë gjakun e tyre për Shqipërinë. Jo nacionalizmi i tyre që kanë dhënë jetën e tyre për Shqipërinë. Ai është patriotizmi benign, ndërsa nacionalizmi malign, pas të cilit fshihen maskaret dhe tradhtarët, është ai i cili urrehet nga filozofia, nga psikologjia, nga gjeografia, nga gjeopolitika dhe nga narrativa politike në përgjithësi. Si mundet të vi në këtë moment dhe çfarë po ndodh? Kemi disa skenar miq. Në tavolinë duhet ti analizojmë me racionalizëm. Duroni sepse do t'ju shpjegoj se pse pikërisht tani dhe si lidhet me Belinda Ballukun, me pak vëmendje dhe me pak kureshte do t'i zbulojmë të gjitha.
Ju e kuptoni që e kemi shpjeguar në atë për natë që nuk është ky sulm nga Spaku për Edi Rama. Është sulm që vjen me mbështetje nga përtej oqeanit. Vetëm ata kanë fuqi të godasin këtu. Populli këtu është në grahmat e fundit. Populli këtu është komplet i dorëzuar. Po e mashtrojnë fuqimisht sepse kanë mbi 20-30 televizione dhe mbi 800 portale aktive, që mashtrojnë nga mëngjesi deri në darkë, me ndonjë përjashtim shumë të rrallë. Tërmetin e kanë ndjerë, stuhin e kanë ndjerë dhe fundin e kanë ndjerë. Tashmë, zyrat e Edi Ramës prodhojnë nga mëngjesi deri në darkë tituj sensitiv se si Edi Rama është një viktim e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili po kërkon tashmë, duke përfituar nga momenti i dobësisë në të cilin ndodhet Edi Rama, po kërkon që të rrisë pikët e Athinës dhe të Greqisë dhe të marrë detin shqiptar. Përse i duhen 16 milje të detit shqiptar? Përse i duhet një marrëveshje e shelfit kontinental ndarjes territoreve ujore pikërisht në këtë moment? Dhe çfarë fshihet pas kësaj? Fshihen pasuritë marramëndse të bijve dhe të bijave të kësaj toke. Deti është i mbushur me naftë dhe me gaz natyror. Është lufta e përgjakshme e Mesdheut, që përdodh për gazin natyror të Mesdheut, lufta mes Greqisë dhe Turqisë, dhe lidhjet dhe aleancat e fuqishme të Mesdheut për të kontrolluar naftën dhe gazin e Mesdheut. Është gazi përballë brigjeve të Turqisë, gazi tek brigjet e Athinës dhe të Greqisë, pra të brigjeve të Greqisë. Është gazi që përgjaku, një nga arsyet që përgjakën gazën, gazi i gazës. Miliarda, qindra miliarda dollar pasuri gaz natyror përballë brigjeve të Gazës. Atje ku po bëhet lufta e përgjakshme dhe spastrimi etnik ndaj popullit palestinez në Gazë. Është lufta për gazin e Libanit, që takon me gazin e Palestinës dhe të Izraelit, luftë e përgjakshme. Është gazi i brigjeve të Libisë, dhe është, ndër të tjera, dhe gazi i brigjeve të Jonit, ku Greqia synon pa të drejtë të marrë atë që nuk i takon, dhe gjen në këtë moment, në të cilin bilbili i Surrelit gënjen shqiptarët me integrimet europiane, që s'kan për të ndodhur kur, dhe është një gënjeshtër e hapur, jo sepse ne nuk duam që të ndodhë kjo, por sepse as atje nuk duan, as Rama nuk do, dhe të gjithë gënjejnë dhe të gjithë e din që gënjejnë, përveç shqiptarëve, të cilët mashtrohen me idenë se do të shkojnë. Europa po përgatitet për luftë me Rusinë. Këta i thonë shqiptarëve do t'ju çoj unë në Europë. Europa po bëhet gati me hap fabrikat e armatimeve. Gjermania po bëhet gati për luftë. Polonia është gati për luftë. Franca është gati për luftë, e tha dje generali, komandanti i forcave të armatosura të Francës, bëhuni gati se fëmijët tuaj do t'i humbisni në luftën kundër Rusisë. Fronti do të ketë nevojë për njerëz dhe do të vdesin shumë njerëz. E thanë ata në Le Monde diplomatik. Franca po luan me Greqinë, Greqia po luan me Izraelin, Izraeli me Turqinë, Turqia me Izraelin, me Sirinë me Libin, Rusia me Turqinë, Rusia me Turqinë me Libin. Të gjithë me të gjithë kundër të gjithë. Për çfarë? Për qindra miliardat e gazit që janë në mesdhe. Ne nuk i zgjidhim do të hallet e botës, ju e dini. Ne duhet zgjidhim dhe të rrojmë hallet tona. Dhe për ta kuptuar këtë vim në Jon, në detin Jon, aty ku synon Greqia të marrë 16 milje pjesë e ujrave territoriale të Shqipërisë. Çfarë po ndodh në këtë moment?
Skenarët shkurt, pauzjatur. Greqia synon të përfitoj nga momenti i dobët i Edi Ramës dhe rënja e tij dhe i shkel syrin nëpërmjet një aksioni presioni të fort, duke i thënë Edi Ramës, na jep detin që të përpiqemi që të ruajmë mos biesh nga pushteti. Ne do të bëjmë presion, ti do të tërhiqesh, sepse ti nuk je në pozita të favorshme. Ky është skenari numër 1. Skenari numër 1 ka një kundër përgjigje nga Tirana. I themi televizioneve të oligarkëve që ky Edi Rama, për të cilin thoni ka një qeveri hajdutësh, të cilët po ja arreston Spaku ditë për ditë, nuk është aq i keq sa mendoni. Nuk është aq i keq sa thoni. Edi Rama është një viktim i Athinës zyrtare dhe është Ismail Qemali, se ka lënë dhe mjekër si Ismail Qemali, keni vënë re që të ngjajmë Ismail Qemalin. Ky është Ismail Qemali i dytë i Shqipërisë, i cili po lufton kundër hordhive shoviniste greke, të cilat duan të marrin pasuritë e shqiptarëve. Dhe të gjithë titujt e televizioneve dhe të gazetave dhe të portaleve që i përdor Edi Rama për të mashtruar shqiptarët, janë duke ndërtuar heroin e Surrelit si njeriu që po lufton kundër shovinizmit grek, tahmaqarit të madh që do të rrëmbej në këtë moment pasuritë e shqiptarëve dhe detin e tyre. Grekët po i lëshojnë mesazh Edi Ramës që Belinda Balluku, që ju erdhi nga këtu dhe që mritin maj, dhe pasi u dha hisën e tyre turqve të Erdoganit me tunelin pa marr asnjë ditë, pa pru asnjë ditë, asnjë makineri turke në tunelin e Llogaras, dhe shtimin e tenderimit me 15 milion euro që t'i fusin ke xhepi ata, duhet që pasi t'i japim hisën Turqisë, t'i japim edhe hisën e Greqisë. Edi Rama dhe pushtetarët harbut shqiptar kur nuk kanë dash marrëdhënie as me Italinë, as me Amerikën, as me Greqinë, as me Turqinë. Kanë dashur dhe kanë bërë historikisht e gjitha kjo klasë politike hajdute antishqiptare. Ka 34 vjet Athinën e ka patur mbi kokë dhe ka bërë pazare me Athinën kundër pasurive dhe interesave nacionale shqiptare. Kur nuk e kanë dash as Turqinë, as Erdoganin, janë rrena, janë pralla, janë mashtrime, janë demagogji. E kanë dash Turqinë për të patur një mbrojtje strategjike nga një lojtar i madh gjeopolitik rajonal siç është Turqia dhe Ankaraja, një aleat i fort i shqiptarëve që ruan balancat gjeopolitike në rajon, kanë shku, kanë pagu haraqin ke sultani në Ankara në mënyrë që të marrin miratimin e sultanit. Hajde sill kompani turke këtu, merr paret pa bosi punë, fut milionat në xhep dhe ik në Turqi. Tashmë do të balancojmë lojën. Shkojmë ke Giorgia Meloni, japim Gjadrin dhe i përlajmë një 10 miliard euro atje, 1 miliard euro si fazë e parë dhe 10 miliard euro. E kthejmë Shqipërinë në bazë për refugjatët, i japim një komandare Giorgia Melonit që ta shes brenda në Itali dhe i vjen dhe rradha natyrshëm Grekut, do dhe Greku hisne vet. Dakor? Këta nuk dun as Greqi, as Itali, as Turqi. Edi Rama për turqit, para se të vinte pushtet, thonte në qoftë se doni që Shqipëria të bëhet komb i qytetëruar, duhet fillimisht të vrisni turkun brenda jush. I ka të shkruara, nuk janë shpifje këto, as sajesa. I ka në shtypin e përditshëm shqiptar. Çfarë ka bërë Rama? Thonte në qoftë se doni të bëheni popull i qytetëruar, do vrisni turkun përpara. Pastaj
ran dashni me Erdoganin. Erdogani është lojtari i madh, çfarë bën? Kush vjen në Shqipëri thot do t'jetë zari imi. Unë thot kështu kam pas marrëdhëniet me Berishën, kështu kam pas marrëdhëniet me Fatos Nanon. Fatos Nanon e kishte edhe ke dasma e të birit. Turqit thon kush do që t'jetë në Shqipëri, do jetë zari im, thot se jam lojtari i madh. Këtë e thot edhe Athina, këtë e thot edhe Italia, këtë e thot edhe Amerika, sigurisht është më e madhja e këtyre gjithave që luan lojën e madh. Pra, vëllezërit dhe motrat e mi shqiptar, këtu vetëm për ty nuk penohet ndonjëherë. Dhe këto prallat që bëjnë këta mashtruesit e kishave dhe xhamive, mashtruesit e Janullatusit dhe këto turkofilët që e kanë menen për çaj, për baklava dhe për pilaf, këta parazitët e pilafit, nuk kanë dashni në thelb këta as për Athinën, as për Janullatusin, as për Recep Tayyip Erdoganin për Stambollin. Këta janë një tuf batakqish, hajdut i moral që maskohen me fe dhe me turqizma dhe me greqizma që të hapin të hanë i qabuk. Batakqi, zorrazhi të nivelit parë, anti-shqiptar, krijesat të pista, të ulta, të ndyra, pa integritet moral, pa integritet politik, pa integritet intelektual dhe aq më pak pa ndonjë ndjesi kombëtariste apo që të ruaj interesat shqiptar. Turqia e di këtë histori, e di që këta janë zagar. Greqia di të njëjtën gjë, Italia Meloni, ajo biondina Italisë e di. Amerikanët e din përpara të gjithë. Unë po ju a shpjegoj lojën që të mos kini iluzione ke koka juaj. Që ti shembni këto kalat, Rama është miku Erdoganit, vllai Erdoganit, siç thonë këta, parazitët pilavxhi. Krijesat më parazite, më idiote që ka kriju i madh i Zot sipër tokës. Nuk bëjnë asgjë, merren vetëm me demagogji nga mëngjesi deri në darkë. Turqia Erdogani, Turqia Erdogani, Erdogani Turqia, Turqia Erdogani. Krijesa parazite komplet pa shtyllë kurrizor. Të njëjtën gjë bënin ata të Janullatusit. Shejtori ynë erdhi këtu, rriti këtë, bëri kishën, ngriti kishën, ai ishte ushtari i Greqisë këtu, për të greqizuar jugun e Shqipërisë. E solli Greqia, ishte general atje, erdhi këtu u bë prift, tani ka kalu ke Zoti, do t'japi atje llogari se çka ka bërë Shqipëri. Zarët e tyre që janë nëpër internet nuk kanë lidhje as me Greqinë, as me kishën, as me Turqinë, as me xhamin. Parazit ordiner, krijesa parazite që ushqehen vetëm me llap dhe me gjuhë. Këto na morin qafë ne si komp dhe si popull. E kuptoni kush është loja. Marrëdhënia e vërtet me Greqinë, me Turqinë, me Italinë bëhet duke i shkuar atje ti thush po, ne ju kemi vëllezër, ne ju kemi partner, ne ju kemi komshi, komshiun ta cakto Zoti nuk e zgjedh vet, interesat e kombit tim janë këto, interesat e Grekut janë këto, ku janë interesat e Greqisë? Urno. Ku janë interesat e Shqipërisë? Urno. Shqipëria këtu, ju këtu, hajde të jemi fqinj sa të jetë mbi tokë. Sepse fqinjësia e mirë është shumë e nevojshme mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sepse komshiu është më i rëndësishëm se shtëpia. Marrëdhënie me popullin grek, patjetër. Po jo në kurriz të Shqipërisë dhe të interesave të Shqipërisë. E njëjta gjë me Italinë. Qa shkoj ky i tha? Çfarë do tha që të kërkoj, Italia tha do ta marrë. Por për çfarë e tha? E thot se do që Giorgia Meloni t'i bëhet avokate ke Donald Trumpi dhe ta shpëtoj. Giorgia Meloni ka hallin e vet. Si shkohet në Turqi? Shkohet në Turqi, i thuhet Turqisë, falimnerit, shteti madh mik, i keni dalë zot Shqipërisë. Sa herë ka pas kriza Shqipëria? I keni dalë zot me tanë suqilleri në 97 kur po vishin tanket greke dhe po pushtonin jugun e Shqipërisë. Keni qenë miq të mëdhej të këtij kombi dhe të këtij populli.
Do t'jeni të tillë sa të ketë histori, sa të ketë jeta, por Abi Tayyip Erdogan, siç kanë turqit e tu interesat e veta, kam dhe unë ata shqiptarët e mi atje, Arnautluk Gjidi Bela, të cilët i kam interesat e tyre amanet nga i badhi Zot që me jarujt. Dhe si që do haj turku jot, do haj dhe shqiptari im. Jo turku të haj 10, shqiptarit haj 1. Kjo nuk është kardeshlik, kjo nuk është vlla, kjo nuk është kom vlla. Kjo është plaçkitje. 50 milion euro tuneli Llogaras, sepse jemi halat strategjik pa bosi punë kompania. 49% aksione tek aeroporti i Bexhet Pacollit shiten me $4.500. Marrëveshje kontrata fiktive me hajdutët e Tiranës që të marrin pasuritë e shqiptarëve të çojnë atje. Kjo nuk është partneritet. Kjo është grabitje. Dhe këtë grabitje këta e bëjnë sepse janë anti-shqiptar, janë shitur dhe janë anti-kombëtar. As i bi mendja as për Italinë, as për Athinën, as për Kishën, as për ortodoksin, as për muslimanizmin, as për Erdoganin, as për Turqinë, janë batakçi anti-shqiptar, krijesat pista që merren 9 ditë me orgji dhe me anti-shqiptari. E kuptuam lojën. Ky është vizioni miq. Kujt le t'i djegi, le të përcëllohet dhe le të hedhet 100 metra në hava. Në qoftë se ju djeg fund shpina, nga speci djegës i të vërtetave historike, merreni akullin dhe ftoheni anusin tuaj të përdal, ftoheni derisa t'ju pushojnë dhimbjet e djegjes. Po bëjnë një teatr. Rama ka nevojë për komandare, do të bëjë një skeç me Greqinë, ju do musulmani, unë jam patrioti që do mbrohem nga ju. Detin do ta çojmë në Hag. Njerëzit e Greqisë janë në Hag, Haga vendos për Greqinë. Kuptuam lojën? Ndërkohë këtu do blem ca muaj, ca javë tani, me që spaku po godet, dhe po i ka rënë pikët qeverisë dhe Edi Ramës në fund të kazanit, çfarë bëjmë? Sajojmë anti-grekun tani. Njeriu që po bën betejën e shqiptarisë me hordhit shoviniste greke me Kyriakos Mitsotakis. Greqia, Turqia, Italia, vendet partnere mike duhet të bëhen aleat me popullin shqiptar, jo me hajdutët dhe plaçkitësit e Shqipërisë, nëse duan marrëdhënie të mira me këtë vend. E njëjta gjë me çdo shtet tjetër që pretendon miqësi apo aleancë strategjike me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Kjo është loja. Pjesa tjetër janë përralla batakqish dhe hajdutësh, të cilët janë të gatshëm të veshin çfarë do lloj maske e kërkon momenti në mënyrë që të shkojnë përpara me planet e tyre djallëzore anti-Shqipëri. Do të bëjnë të pamundurën të shpëtojnë Ballukun. Njeriun e cila pasi i dha hisën kompanive turke dhe italiane, do t'jipte edhe grekëve hisën e tyre. Një nga hisat e mëdha të Greqisë ishte porti i ri i Durrësit civili. Atë tregtarin ja dha arabëve. Nuk dim se çfarë lloj fantazme është projekti atje, do ta shohim, e kemi thënë, arabëve të Alabarit. Ndërsa porti tregtar që duhet të rindërtohet, 500 e sa milion euro faza e parë, do t'ja jepte kompanisë greke. Çfarë do të thotë? E kam bërë tek videot e shkuara poshtë. Kompanitë greke të marrin portin civil, logjistik, port, do të thotë që kanë mekanizma në dorë që ta vrasin strategjikisht rëndësinë e portit të Durrësit dhe linjat e Adriatikut dhe të korridorit 8, korridori Tiranë-Shkup-Sofje-Varna, të kalojnë në korridorin tjetër, që është tek portet e Greqisë në
jug të Mesdheut. Në veri të Mesdheut. Dakord? Ky është skenari, këto janë lojrat që po bëhen, ju e kuptoni. Ndërkohë Berisha po vazhdon lojën e vet që duhet bëj, duhet mbaj opozitën në kontroll, ka nxjerr tabelën atje, është tok e xanun, opozita është tok e xanun, jam unë shefi i opozitës, po bën përpjekje të afirmohet, kam qenë këtu, isha në Brazil, jam zgjedh kështu nën kryetar CDI-s, CDU-s, CFRU-s, CTU-s, okej. Populli tjetër po shef. Këto janë skenarët në lojë. Kush do t'i kuptoj, i kupton. Kush nuk do t'i kuptoj, se më shkruajnë aty ke komentet, po ti, ku i di ti të gjitha këto, po si i di ti këto të gjitha. Unë i di këto sepse unë nuk jam hajvan. Jam njeri që merret me këtë punë. Kupton? Shoku patronazhist, me ty e kam. Unë nuk jam hajvan si kurse ti. Ti jeton, merr çekun, payment check, shkon mbush frigoriferin dhe punon 1 muaj tub shkarkimi nga frigoriferi në hale, në tualet. Unë nuk jam hajvan si kurse ti, kam 35 vjetë që rri si për librave, si për shkollës. Kjo është arsyeja shoku patronazhist. Dhe shoqja patronazhiste me adresë falso, përse unë i di këto gjëra. Dhe përse unë i analizoj këto gjëra. Reflekto përpara se të vdesësh, reflekto përpara se të largohesh si shtaz dhe si kafsh nga kjo jetë. Është bukur të ikësh nga kjo jetë me nder, sepse nuk i dihet se ç'na pret andema tanë. Është lojë e madhe. Kjo është loja shqiptarët e mi. Në të njëjtën kohë që ndodhe gjitha kjo, Amerikanët kanë njoftuar sot në faqen e ambasadës amerikane që kanë marrë bodyguardët e SPAK-ut dhe i kanë çuar në Budapest ke shërbimet amerikane, po i trajnojnë atje për të ruajtur prokurorët e SPAK-ut. Ç'është ky sinjal? A do të godas lart e më lart SPAK-u? Këto do ta shohim në ditët dhe në javët në vijim. Por bëni kujdes, hapni syt, kontrolloni gjithçka mirë, sepse diçka e madhe gatuhet. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Vijon në numrin e ardhshëm.